nuk ka buk, nuk ka debat në shoqëri, dhe debati në shoqëri është do lëshoj Belën apo jo, do lëshohet kjo, do hyjë në burg, kjo nuk është, kjo është i kosh qytetarët me luk bosh. Kjo është debat qeveri. Ju zoti Mile keni një konflikt interesi, sepse ju jeni deputet në qarkun ku zonja ka qenë drejtuese politike dhe sigurisht ju keni të gjithë të drejten e zotit dhe fisnikërin ta mbroni zonjën, por mund ta mbroni vetëm brenda partisë tuaj, por publikisht ajo tashmë është një moll e kafshuar nga drejtësia dhe rrezikon të kalbë të gjithë shportën e Partisë Socialiste dhe është bërë një barrë shumë e rëndë politike për qeverisjen dhe për Partinë Socialiste. Nëse ju do vazhdoni ta mbroni pafundësisht për shkak të fisnikërisë ruaj dhe kalorsiake, kjo është një gjë e juaj, por politikisht ajo tashmë është bërë një barrë shumë e rëndë. Jo, përtej krahasimi që bëri Lida, krahasimi nuk qëndron, po gjithsesi përtej domethënë krahasimi dhe respektit dhe marrëdhënies individuale me zonjën Palluku, unë gjatë gjithë kohës ju kam folur realisht në parim. Dhe ju kam shpjeguar sepse po merren këto vendime dhe pse ju kam shpjeguar gjithë trajektoren e historisë. A ka promovuar zonja Palluku të rinj në politikë? Unë them po. Mjafton të shikosh listën e Fierit dhe duke u bazuar dhe në bazën socialiste, të cilën ajo ka një mbështetje shumë të madhe në Fier për shkak të dialogut dhe të natyrës saj që ban shumë kontakte me bazën, arriti të krijojë një skuadër në pjesën më të madhe të rinj, pjesë dërmuese të rinj, i cili solli dhe një rezultat shumë të mirë në qarkun e Fierit. Por asnjëherë unë nuk e kam marrë këtë si fakt në analizë për rastin konkret duke interpretuar dhe vlerësuar situatën aktuale. Situata aktuale ka të bëjë vetëm me drejtësinë dhe institucionet. Dhe se si institucionet po sillen karshi njëra tjetrës dhe karshi rastit. Dhe në këtë pjesë jam duke u thënë që nuk po ndodh asgjë e palishme dhe asgjë që të kalon kompetencat e kuvendit. E kundërta do të ishte e gabuar në optikën time. Ajo që ka po ndodh është një proces shumë normal, është një proces legjitim i bazuar në ligj dhe i vlerësuar hapas hapi mbi fakte dhe prova. Po humbni shumë energji duke u marrë më këtë çështje. Por je keni gabim, ky është perceptimi juaj. Brenda një partie, kjo është ajo që ka reflektohet në media. Energji në spitale, energji tek bujqësia, sepse fondet i parë mungojnë. Kush janë vendimet e fundit të Këshillit Ministrave? Dhe me çka kanë lidhje? Sepse vendimet e fundit të Këshillit Ministrave ta bëjmë si kuicani, nuk kanë të bëjnë me ç'është kjo ç'është ajo. Po kanë të bëjnë dhe me ministrat e ri që kanë filluar punën, kanë të bëjnë dhe me projekte të reja që kanë filluar të lullëzojnë, të marrin jetë përpara, ka të bëjë dhe me ndryshime procedurale të caktuara. Nderuar, si e shikon fundin e këtij procesi? Qeveria vazhdon punën e vet normale. Ajo është pastaj se çfarë ndodh në media dhe bën më shumë interes për media dhe për opinionin publik. Megjithatë ka një lloj interesi i nderuar se flitet për numrin 2 të qeverisë, nuk flitet për drejtuesen e qarkut të Fierit. Është në gjithë legitimitetin shumë e rëndësishme. Nuk është një çështje e vogël apo jo? Të flasi patjetër. Nëse si qytetar nuk është qeveria ajo që po harxhon energji, sepse qeveria po vazhdon të japi dhe të vazhdojë gjithë trendin e saj. Po ka ndodhur ndryshime qeveritare edhe më përpara. Pse ndryshoi për pak muaj? Çfarë gabimi kishte Elisa Spiropali në Ministrinë e Jashtme? Cili ishte gabimi i saj diplomatik? Ku shkeli ajo në drast të kalbur që për nuk ka drejt, nuk ka kompetencave nuk e kisha replikën, ai kishte në faktin që nuk ka ndryshime. Shikoj, kjo është aludim pastaj. Ne po fillojmë dhe po bëjmë aludime në mënyrë të pafundme. Po këto mund të kenë konsum, bëjmë analizë politike, se tani këto mund të kenë konsum jemi në prokurori. Shumë gjërë. Po flasim për një çështje që përgjegjësia bie automatikisht mbi kuvendin, bie mbi përfaqësuesit që janë deputetët e kuvendit dhe patjetër që dhe partia politike merr peshën politike të një situate të krijuar me drejtësinë. Dhe kjo nuk është
diçka që del jashtë politikës. Pra ata individ që janë involvuar brenda një partie politike e dinë që është një për gjithë për një dhe gjithë do marrin peshën në momentin kur bëhet fjala për vendimarrje që lidhet drejt për drejtë me politikën. Kështu që le mos ta analizojmë në prizmin që po i qajmë hallin tani se po mbajnë një barë shumë të rëndë. Jemi në pikën që këtu po flitet për qeverinë dhe këtu po flitet për këtë parti e cila ka fituar 83 mandate dhe sot nuk do të riskojë në asnjë mënyrë këtë vot besim dhe këtë qeverisje. Dhe nëse sot praktikisht kjo